Zhvillimi I turizmit malor kërkon shfrytëzimin e të gjitha resurseve, si dhe krijimin e mundësive të reja për vizitorët vendase të huaj, për admiruesit e natyrës së egër. Sidomos vizitorët të ardhur nga shtetet perëndimore të Evropës, po eksplorojnë rrugë dhe stigje me motocikleta dhe makina të rënda. Rruga që lidh fshatin e Kërrës në tropullin e sipërm është njëra prej tyre. Prandaj dhe banorët me banim të përhershëm për këtë fshat mendojnë dhe kërkojnë rikonstruksionin e kësaj rruge historike dhe strategjike. Ka interes që të ndërtohet rruga që të lidh fshatin Kërr me fshatin e Lesenicës për zhvillimin e turizmit? Patjetër. Do jemi më mirë, patjetër. Po rruga tonë do vazhdoj për në Lesenicën e sipërm dhe zbret për në Sarand atëre. Çdo vit kalojnë, edhe me shumica, edhe motora e makina, po, vijnë, kalojnë. I pëlqen, është vedi bukur. S'ka në dorë, nuk ka vend më të mirë se në fshatin tonë. Kalojnë gjithmonë motocikleta, kalojnë 10, 15, 20 rresht, makinat me dha me si kjo trohospito, vinë, kalojnë. Po problemi është, po bë rruga, edhe bë edhe një si punë kafenes, dyqan I vogël, të ketë edhe ujë, ata kalojnë dhe nuk gjejnë as ujë. Kryesore e ujit është për turistat, se kalojnë dhe nuk gjejnë për të pirë një ujë. Me ndihmën e banorëve të Kërrës, udhëtuam me vështirësi rrugën prej 4-5 kilometrash drejt fshatit të Lesenicës. Pas një rrugëtimi me grupin e Xheremit nga fshati Kërr I bashkisë Tropull, Qarku Gjirokastër, kemi mbërritur në fshatin Lesenicë, bashkia Finik, Qarku Vlorë. Një rrugë 6 kilometra që lidh 2 qarqe, 2 ishrethe dhe 2 bashki minoritare. Banorët e Lesenicës shpesh herë shkojnë me makinat e tyre drejt Kakavijës duke përdorur rrugën rurale Lesenicë-Kërr. Zoti Stavro Mikeli është banor I përhershëm I fshatit Lesenicë në bashkinë e Finikit dhe interesohet për rrugën drejt Kërrës në Tropull. Rruga midis 2 fshatrave Lesenicë edhe Kërr nuk është vetëm midis 2 fshatrave, është rrugë që lidh 2 bashkitë, bashkinë e Finikit me bashkinë e Tropullit. Edhe pavarësisht se vinë turistë me makina apo stafat për punë, që u pëlqen natyra, por do vinë edhe turista me makinat e vogla. Plus interesave të veçanta që kanë fshatrat tona kur bëjnë lëvizje nga njëra bashkinë e bashkinë tjetër, edhe për në Kakavi, për në doganën e Kakavis në Greqi. Është rrugë strategjike dhe historike? Edhe historike, edhe strategjike. Bile kur u prish rruga nga poshtë, kanë lëvizur nga lartë. Kur bëhet do një zjarr, ka 2 rrugë, për të hyrë ose për të dalë. Dhe është edhe strategjike, po. Ky segment rrugor u krijon mundësinë vizitorëve për eksplorimin e Marit të Gjerë, Marit të Murganës, por edhe Marit të Sugarës, ndërsa ndodhet në perëndim të Dropullit sipërm, vetëm 8 kilometra larg pikës kufitare të Kakavijës.